202 xhami shqiptare në Europë. Këto hapësira janë zemra e komunitetit shqiptar në diasporë, vende ku feja, gjuha, kultura dhe adheu bashkohen në një pikë të vetme. Këto xhami nuk shërbejnë vetëm për faljen e namazit dhe kryerjen e riteve fetare, por janë sishme shoqërore, kulturore dhe kombëtare, ku shqiptarët takohen mes vete, forcojnë lidhjet komunitare dhe ruajnë identitetin e tyre larg vendlindjes. Pikërisht këtu organizohen takime komunitare, aktivitete edukative, tribunat kulturore, mësime të gjuhës shqipe, programe për të rinj dhe fëmijë, duke siguruar vazhdimsinë e vlerave fetare dhe kombëtare ndërbreza. Xhamit shqiptare në Evropë kanë pasur një rol kyç në mobilizimin e mërgatës për vendlindjen. Nga këto ambiente janë organizuar ndihma humanitare, mbledhje fondesh dhe aksione solidariteti për Kosovën, Shqipërinë dhe trevat shqiptare, veçanërisht në periudha të vështira historike. Kontributi i mërgatës për vendlindje në shumë raste ka nisur pikërisht nga xhamit. Një dimension i veçantë i jetës së këtyre qendrave është muaji i shenjtë i Ramazanit. Gjatë këtij muaji, çdo xhami shqiptare zhndërrohet në një hapësirë të gjallë, shpirtërore dhe shoqërore. Organizohen iftare të përbashkëta, ligjërata të përditshme, leximi i Kuranit, namazet e teravive dhe aktiviteteve bamirëse. Atmosfera Ramazanit sjell qetësi shpirtërore, bashkim dhe ndjenjen e një familjeje të madhe shqiptare, ku të gjithë gjejnë vendin e tyre. Premjet e Ramazanit mbushin xhamit me jetë. Fëmijë të rinjt dhe të moshuarit mblidhen në të njëjtën hapësirë, duke krijuar kujtime që përcjellin brez pas brezi dhe duke forcuar lidhjen me fenë, traditën dhe komunitetin. Kulmi i këtij përshkrimi shpirtëror përmbyllet me festën e Bajramit. Për shkak të numrit të madh të besimtarëve, falja e namazit të Bajramit shpesh organizohet në ambiente të hapura ose në salla të mëdha sportive dhe kulturore të qyteteve evropiane ku jetojnë shqiptarët. Në këto momente krijohet një atmosferë madhështore dhe e paharrueshme. Zëri i tekbirëve, përqafimet mes familjarëve dhe miqve, buzëqeshjet e fëmijëve dhe urimet tradicionale e kthejnë qytetin për disa orë në një copës të vendlindjes. Bajrami në diasporë nuk është vetëm festë fetare, por festë e bashkimit, identitetit dhe përkatësisë. Përveç jetës së brendshme komunitare, këto xhami janë edhe ura lidhëse me shoqëritë europiane, duke promovuar dialogun ndërfetar, bashkëjetesën dhe integrimin pa humbur identitetin. Ato hapin dyer për vizitor, institucione dhe komunitete të tjera, duke prezantuar vlerat islame shqiptare si vlera të paqes, tolerancës dhe harmonisë.